Kur thonë pyetje Kosova, çdo herë. Nuk e bëj për mirëqenia time personale, po për shtet çdo herë. Jam i gatshëm. Edhe pse nuk jemi të kënaqur as pak me trajtim, me ndoshta më thonë pak edhe me çto në çmimet e kohëve të fundit me në farë lloj s'po di unë ndoshta jam shumë i vogël me fola të gjona, po në farë urrëtie, edhe më shumë nga gjeneratat e reja, po tash ai kanë prind që i mësojnë, sikur që më ka mësuar baba jam, që është më luftu, që është më midis vendin tam, apo nuk i kanë, nuk e di, ama është një gabim shumë i madh. A për mua, çdo herë me ardh puna, me luftu për vendin tamin, unë jam i gatshëm. Edhe në qëtë frym, i kom mësua fëmijën e mi. I kam 2 djem e 2 vajza, çdo herë edhe ata janë të gatshëm, se i kom mësu, i kom eduku këtë frym. Po, fatkeqësisht, pak është problem, se unë po nisem për familjes tem, 80% familjes tem janë në Evropë. 80% ati tjetër, dhe më thonë, që kjo është me dhemshme për Kosovën, është që kjo ikja e trive nga Kosova, sësa krejt nështë ta luftat që ka ndodhë. Toka pa njerëz nuk dohet. Tokës i dohen njerëz, i dohen tri, i dohen treja, mi që këtë vend për para. Pa njerëz, tokës krejt nuk i dohet kërkuj. Kjo është edhe mëshme për mënej, unë po nisë në prej vendet tem ku vi, po më ndej që krejt Kosovën në qështu. Me dëshirë, asë të minë e misi kësha lo me dole jashtë, po të i po situatat ekonomike, gjendjen ekonomike, jo trajtim duhur, kështu që ardhë koha, asë mund është me thonë kërkuj re, se kur të thush dikuj re, do të mja siguru një të ardhme, kur nuk mund një siguru një të ardhme, le del gjithë kush ku të gjonë vetën ma mirë, ama është edhe mshme për Kosovën, është edhe mshme për këtë gjak që jo derdhë, për këtë vend e për këtë liri, është shumë edhe mshme. Po në moshën 24 vjeqare, e kam rëk pushkën, kom dollë me luftu, ku mujtohen me ikë edhe në atë ku kanë dollë njerëzit nga vujtjet, nga skamja kanë dollë, kanë shu Kosovën, ku mujtohen me ikë. Po më ka mojtë që kjo, dëshëria për vend tamin, vullneti për vend tamin, më ka mojtë, edhe gjeneratës sodit. Në qoftë se nuk e kanë veç pak, një djenë dëshëria për vend vetin, nuk mundën me najtë. Kështu që po ma mërmenja që nuk e di diçka u përzi këtu, se ta pak tepër, pak është, nuk di që thamë, është një statistikë që e shumë për ditë tonë në për media, shumë tonë familje, shumë tonë rreth familjarë, që pak është trishtu se krejt me met shtëpia të bësh, me ikë, nuk është në rregull, diçka se është në rregull, po se di. Ka mujtë me bo një politikë më e mirë, po çka ka mujtë me bo politika, se na, unë e thash edhe ma herët, gjendjen ekonomike komplet tonë kanë më të mirë. Jo një herë, për nështë tani 1000 herë më të mirë, po propaganda. Propaganda e keqe, propaganda gjithë me hup shpresat të rinisë, nuk për fajse e rininën, po o kriju një propagandë, qas që keqe, që me shtinjë dhe plesht më qunatën me ikë nga vendi. Dhe sa nuk është e vërteta e propagandë, po e kanë kriju. Ka shumë qarëse që punojnë 24 orë për mi boqëtonë, besej që ja kanë arrit qëllimit. Asë në luft nuk ja kanë arrit qëllimit ma shumë, sa që ja kanë arrit qëllimin mas lufte me propaganda, me shërbimet huja, me iftof njerëzit të rinin, me lëshu këtë ven, me ikë. Në mund një farloj nuk e njën vetën, s'kanë vullnet me jetu në Kosovë. Ashtë gabim, kanë, se di, nashta jo që po më dhamë veç musën edhe mu të mitë më kanë shku, po në flasë si për të mitë, si për të hujtë është përgjithësia është një gabim shumë i madh që kanë shu Kosovën. Edhe që pëlqojnë për ditë. Çdo të ri që të takojsh, e nin, veç sa të më del viza, veç më s'mu që ka me ikë, dhe më nuk e di. Të ratë mirat i ka, se di.